Zoti Domani, do të më jepni një dekodim tuaj për vendimarrjen e fundit gjykatës kushtetuese për rastin Veliaj, dhe besoni që kjo do të jetë indikatori drejt për ndryshuar edhe masën e sigurisë, se duket se kushtet juridike për të do të pësojnë modifikim. Gjykata kushtetuese ka patur në shqyrtim një objekt tjetër, që ishin vendimi për shkarkimin, si dhe dekreti i Presidentit të Republikës. Nuk ka lidhje me çështjen që ne po ndjekim penalisht. Nuk ka asnjë ndikim në hetimet tona apo dhe në masën e sigurimit që rëndon ndaj zotit Veliaj. Por nëse u pyes juridikisht, a qëndron arsyetimi që tashmë ka nisur të artikulohet që situacioni i tij juridik do duhet reflektohet edhe me ndryshimin e masës sigurisë, meqense u pyeta edhe për represionin e masave të sigurisë? Nuk dua të futem në detaje, është gjykata ajo që vendos nëse vazhdojnë të ekzistojnë apo jo kriteret e caktimit të masës sigurisë, kriteret që përcaktohen në 228, 229, 230, 238 të kodit procedurës penale. Është ajo që shprehet për masat e sigurisë. Zoti Domani, edhe ju vete keni nuhatur, sepse ju kam dëgjuar në artikulim publik që ka një lloj tendence për ta konfiguruar edhe drejtimin tuaj, por edhe institucionin e SPAK si represiv, edhe se takon metodologjisë së hetimit, por edhe se takon masave të sigurisë. Këtë e ka artikuluar edhe vetë kryeministri, por nuk ka qenë i vetëm dhe as rasti izoluar. Ndërkohë ju keni dhënë disa shifra që duket se rrëzojnë, thoni 9.7% e të hetuarve nga SPAK-u në këtë drejtim është një përqindje që ju e konsideroni brenda normave, dhe 5% prej tyre thoni janë nga kategoria e të korruptuarve të këtij vendi, që do thotë se ju nuk pranoni akuzën e represionit. Jo, është një përpjekje për ta paraqitur SPAK si një organ represiv. Është një përpjekje që bëhet faktikisht ka kohë, por shifrat janë kokëforte dhe flasin ndryshe. Dhe për ta saktësuar, nuk është SPAK që cakton masë sigurimi. Masat e sigurimit caktohen nga gjykata. Dhe çdo prokuror, para se të drejtojë gjykatës me një kërkesë për caktim masës sigurimi, arsyeton se cila është nevoja për të caktuar masën sigurimi të arrest në burg. Ka nevoja që kryesisht lidhen me rrezikun e kryerjes të njëjtës vepre penale, rrezikun e dëmtimit të provave apo ndërhyrjes në procesin e të provuarit dhe rrezikun e ikjes. Prokurori argumenton në kërkesën që i drejtohet gjykatës pikërisht këto kritere, të cilat na çojnë ne drejt kërkesës për caktim masës sigurimi. Por në fund të fundit është gjykata që cakton masën e sigurimit të arrest në burg. Për të ardhur tek shifrat, ashtu është, për vitin 2024, numri i të paraburgosurve për llogaritë e hetimeve që ndjek prokuroria e posaçme është 9.7% e totalit të paraburgosurve në Republikën e Shqipërisë. Në vitin 2025 deri në muajin shtator të vitit 2025, kjo shifër është 10% e numrit total të paraburgosurve në Republikën e Shqipërisë. Por të bëjmë një ndarje të qartë. Ju e dini, Alba, që prokuroria e posaçme ka në kompetencë të saj hetimin e krimit të organizuar dhe të organizatave kriminale dhe grupe strukturale kriminale. Dhe po të shikosh ndarjen brenda të hetuar, ndarjen e masave të sigurimit brenda grupit që ne hetojmë, do shikosh që 83% e personave ndaj të cilët është caktuar masë sigurimi arrest në burg për llogaritë të SPAK janë subjekte të krimit të organizuar. Dhe vetëm 13% janë për vepra penale me natyrë korruptive. Çka tregon që ne jemi treguar, si thua, me këmbë në tokë, duke përpjekur që të respektojmë dispozitat procedurale që normojnë kërkesën për caktim mase sigurimi. Tani, se askush nuk e përmend faktikisht, është në raport, pa askush nuk e përmend që ne kemi 40% të hetuarve. 40% të numrit total të hetuarve në një vit që hetohen o pa masë sigurimi, ose me masa sigurimi të ndryshme nga ajo arrestit në burg, siç është detyrim paraqitje, arrest në shtëpi, ndalim dalje jashtë shtetit. 40% e numrit total të hetuarve. Që do thotë se 9.7% është e papërfillshme, edhe nëse fusim këtu edhe 5% e korrupsionit. Në një vit, vetëm 33 persona, për shembull, janë të hetuar, ndaj të cilët është caktuar masa sigurimit të arrest në burg, për veprën penale të korrupsionit apo krimit të kryer në detyrë. Zoti Domani, në fakt ju keni edhe dy indikacione të dhëna nën rreshta në raporte dhe raportimet tuaja para institucioneve ligjzbatuese që tingëllojnë kontrasta dhe kontradiktore. E kam fjalën për shembull për korrupsionin që ju sapo e përmendët. Ju flisni për korrupsion të reduktuar dhe për luftë kundër korrupsionit, por në anën tjetër duket se korrupsioni në niveleve të larta, të paktën në perceptimin e shifrave, është i rritur. A bën sens logjik kjo? Pastaj flisni për konfiskime dhe për sekuestrime, që në fakt keni një rritje krahasimisht me vitin e kaluar, 65.5 milion sekuestruara dhe të konfiskuar
Mbuluara bashk, krahasimisht me 2024-ën, ku kishit 41 milion konfiskime dhe sekuestrime. Megjithatë, realiteti në perceptimin e secilit prej nesh therret ndryshe. Tereni është tjetër dhe ju e dini. Vinçat dhe ndërtimet ku mendohet se pastrimi i parave është ulëritës janë kudo, veçmas në kryeqytet dhe në Bregdet. Pse nuk shohim hetime serioze në këtë drejtim? Ishin dy pyetje, para për korrupsionin. Ajo që ne kemi thënë, edhe në raportin vjetor tonin, është kjo, që është rritur niveli, është rritur numri i kallëzimeve, numri i procedimeve penale, numri të pandehurve dhe tashmë dhe numri të gjykuarve për veprat penale me natyrë korruptive. Është rritur, si thua, ndëshkueshmëria. Dhe ky ka patur një progres nga viti në vit. Ka rritur numri i procedimeve penale, numri i kallëzimeve, numri i procedimeve penale dhe numri i të dënuarve. Dhe këtu flas për çështjet që heton SPAK, sepse ne bëjmë një vlerësim risku në raportin vjetor. Dhe kur bëjmë të vlerësim risku, ne analizojmë pikërisht të dhënat që kemi ne si institucion dhe na rezulton që po është rritur niveli i numri i ndjekjeve penale, numri të pandehurve, numri i denoncimeve. Tjetër treguesi i rëndësishëm janë raportet ndërkombëtare. Po të referohemi raportit të Transparency International, ajo përmend në mënyrë të shprehur që falë punës së SPAK, renditja e Shqipërisë në indeksin global të korrupsionit është përmirësuar me 5 pikë. Tani, për të arritur në konkluzionin nëse është rritur niveli i korrupsionit, duhet të bëhen mati të tjera, nevojitet të bëhen mati të tjera, te prokurisë së posaçme, të shtrihen në gjithë Shqipërinë, në gjithë prokurit, edhe në të gjithë vendin. Dhe vetëm atëherë mund të arrish të konkludosh nëse kemi patur dhe rritje të korrupsionit. Ti bëjmë dallimin. Jo, ne kemi thënë, kemi patur rritje të nivelit të ndjekjes penale. Pra, numri i procedimeve edhe ndjekjeve penale. Këtë kemi thënë. Ne nuk marrim përsipër të analizojmë nivelin e korrupsionit në shkallë vendi, sepse thash duhen tregues të tjerë, nevojitet mati të tjera, ku përfshihen shumë faktorë, shumë aktorë. Megjithëse flisni për punë eficiente dhe rezultative kur flasim për pastrimin e parave, edhe luftimin e grupeve kriminale, a konsideroni se ndërtimi dhe turizmi janë dy prej fushave ku derdhet ky lum parish? Tani, sa i takon pastrimit të parave, prokuria e posaçme nga viti në vit ka rritur numrin e procedimeve penale të regjistruar, numrin e të pandehurve, tashmë edhe të gjykuarve për të vepra penale, ka rritur vlerën e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara, ju e përmendet, por mund të them për shembull që nga viti 2020 deri në vitin 2024 vlera e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara është 283 milion euro. Unë ju referova shifrës të fundit që ai ishte viti 2024. Por në total nga 2020 deri në vitin 2024, në fund vitit 2024 ishte 283 milion euro, sot për shembull mund kemi kaluar mbi 300 sa milion euro, sot që flasim duke llogaritur dhe sekuestrimit dhe konfiskimit e vitit 2025. Tani, kushdo mund thotë kushdo është i lirë që të shpreh vlerësimin e vet, por kjo shifër është shumë domethënëse. Dhe po ta krahasosh me vendet e rajonit, nuk gjen një vend tjetër që të ketë këtë nivel sekuestrimesh dhe konfiskimesh të SPAK. Edhe për të ardhur tek ajo, tek ndërtimi, turizmi etj. Ne në hetimet tona kemi bërë dhe prezent që po kemi konstatuar raste ku parat e pista janë investuar në turizëm. Për shembull, kemi konfiskuar disa hotele në zonat bregdetare që ishin në funksion për hoteleri, turizëm. Kemi sekuestruar disa njësi tregtare në ndërtim. Kemi sekuestruar shumë apartamente, ambiente të ndryshme. Dhe një rast ne kemi një hetim për pastrim parash ku qartë duket që personi i cili hetohet, industrinë e ndërtimit e përdorte për të pastruar para të grupeve të ndryshme kriminale. Tjetër, edhe se takon, po çikosh për shembull ku janë gjeografinë e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara. Në Durrës, në Sarandë, në Vlorë, në Tiranë patjetër, në Velipoj, në Shëngjin. Do thënë, vendet ku investohet më shumë në turizëm. Bregdeti dhe kryeqyteti dhe diçka tjetër, patjetër ka
ka shumë punë për të bërë se të kompasimin të parave. Ne kemi kategorizuar si risk shumë i lartë te vlerësimi i riskut që kemi bërë për vitin 2024 në raportin tonë, e kemi vlerësuar si risk shumë të lartë, me risk shumë të lartë të vepër penale. Por edhe diçka tjetër, do të kuptojmë tani, ne jemi një institucion i ushtrimit të ndjekjes penale. Ne nuk jemi auditues, ne nuk jemi punonjës të tatimeve, nuk jemi punonjës të doganave, nuk jemi punonjës të institucioneve të tjera shtetërore, të cilët janë në vijën e parë të frontit, po them, që kanë kontaktin e parë, për shembull me atë kullin që thoni ju, apo me atë ndërtimin në Bregdej që thoni ju. Ata e kanë kontaktin e parë dhe duhet marrin masa të bëjnë referime. Fatkeqësisht nuk kemi asnjë referim nga tatimet, nga doganat apo dhe disa institucione të tjera.